Policia e Fierit ka intensifikuar kontrollet blitz në të gjithë qarkun në kuadër të masave për rritjen e sigurisë publike dhe parandalimin e ngjarjeve të mundshme kriminale. Në fokus të strukturave të policisë kriminale janë kontrollet e automjeteve dhe verifikimi i individëve që paraqesin dyshime të arsyeshme me qëllim identifikimin dhe goditjen e personave që mund të përbëjnë rrezik për rendin dhe sigurinë. Sipas burimeve policore, këto masa janë shtuar dhe për shkak të fluksit të lartë të lëvizjeve gjatë sezonit veror, me ardhjen e turistëve dhe të shtetasve shqiptar që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Mes tyre mund të ketë dhe persona me precedent apo background kriminal, të cilët mund të jenë objektiv i konflikteve të vjetra, hakmarrjeve, larjeve të esapeve apo përplasjeve që lidhen me veprimtari kriminale. Një rast i fundit që ka ngritur nivelin e gatishmërisë së policisë është ai regjistruar një ditë më parë në Sarandë, ku arrestuan persona të armatosur, të cilët sipas hetimeve paraprake ishin pozicionuar në prit dhe dyshohet se po përgatiteshin të kryenin një atentat ndaj objektivit të tyre. Strukturat e policisë së shtetit pritet të vijojnë kontrollet e shtuara në akset rrugore dhe zonat me lëvizje të mëdha, me synim garantimin e rendit dhe parandalimin e çdo ngjarje kriminale.